Deputetja e vetëvendosjes Fitore Pacolli ka mohuar se ju është bërë oferta deputetëve Anton Çoni dhe Duda Balje në këmbim të votës për Albulena Haxhiun. Çoni kishte thënë se dy deputetë të kësaj partie janë në fokus të veçantë të interesimit të lëvizjes vetëvendosje dhe se ata kontaktohen edhe nga ndërmjetësues. Por këtë formë të komunikimit me deputetët e partive të tjera ka mohuar Pacolli. E ka ndryshuar deklaratën e Çonit. Ai ka deklaruar që përmes një personi që jeton ndiku jashtë Kosovës, i ka dhënë këtë ofertë. Ne, zoti Çoni, e shohim në parlament, kështu që nëse ne i bëjmë ofertë direkte deputetëve, ne shkojmë në mënyrë direkte te deputetët. Ka deputetë edhe brenda vetëvendosjes edhe partive të tjera që kanë komunikim të mirë me njëri tjetrin. Edhe ne gjejmë deputetin që ka komunikim më të mirë me dikë, edhe i themi fol me të, shije ku qëndron, po nuk organizojmë dikë prej jashtë, ka pretenduar Pacolli në TV1. Ndërkaq, për deklaratën e Baljes, e cila tha se përmes personave të tjerë i kanë ofruar pozitën e profesoreshës në Shkup në këmbim të votës për Haxhiun, Pacolli tha se s'është e vërtetë. As ajo s'është e vërtetë, tha Pacolli. Një tentativë të tillë ne se bëjmë. Ne kemi diskutuar hapur me zonjën Balje dhe i kemi treguar çfarë mund ne t'i ofrojmë dhe i kemi dëgjuar kërkesat e saj. Me komunikim të hapur, Pacolli kishte fjalën për një takim të Baljes në zyrën e kryeministrit me kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti. Në një prononcim për Bota Sot ka folur profesori universitar Enver Bytyshi. Ai thotë se Limaj ka deklaruar që është pro formimit të qeverisë. Nëse mbetet, deputetët e tij mirë po që e njëjta nuk po ndodh. Profesori kritikon Limajn për mosmbajtje të fjalës, edhe pse në pyetje është vendi i tij, pasi i njëjti po shikon ende interesat e tij personale. Fatmir Limaj shkoi ka ata që ka në dorë formimin e qeverisë, ka vetëvendosja. Prej se përfunduan zgjedhjet e 9 shkurtit, pra prej asaj kohe deri më sot, Fatmir Limaj ka deklaruar se nëse formimi i qeverisë Kurti 3 mbetet për deputetët e tij, ai do ta votojë atë. Por Fatmir Limaj për të 23-ën herë nuk i dha ato 3 vota të nismës për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit, ndërkohë ne shqiptarët themin se shquhemi përbese për mbajtje në fjalës. Ne, sidomos në politikë, jemi bërë rrëncat, më të mëdhenj nëse krahasohemi me politikanët e çdo vendi tjetër. Politikanët shqiptarë nuk kanë problem që sot të thonë po dhe nesër të thonë jo, siç thoshte Churchilli në memorandumin e tij Shprëngulja e shqiptarëve të 7 marsit 37. Politikanët shqiptar nuk mund t'i blesh me pak para, jepu diçka mosër shumë tise të tjerë dhe luajnë brenda orës nga fjala. Janë këta politikanë të cilët betohen në publik, sidomos në fushata elektorale, se mbaj fjalën. Pra, Fatmir Limaj po dëshmon edhe kësaj radhe se nuk ka problem formimin e qeverisë dhe institucionet në Kosovë, ka problem akomodimin e tij personal në këto institucione. E kur dëgjon në ekrane televizive të shkon mendja se patriot më të madh se ai nuk ka. Në fakt po, ai duket të jetë patriot interesave të tij personale. Logjikisht Ramush Haradinaj duhet që të revoltohej me qëndrimet e Fatmir Limajt, sepse AK-ja e pranoi në koalicion dhe me drejtë veta Fatmiri ja mori gati gjysmën e deputetëve Ramushit, e la pa grup parlamentar. Pra, sa plotsoi oreksin e tij politik zgjedhor, Fatmir shkoi ka ata që kanë në dorë formimin e qeverisë, ka vetëvendosja. Në emër të interesit të Kosovës të ai, po e bëj këtë, por për interes të Kosovës është gjithçka që plotson interesin personal të kreut të nismës. Ndryshe, do ta kishte votuar Albulena Haxhiun si kryeparlamentare, u shpreh profesori. Me sa shoh, kreu i AK-s nuk dëshiron të përplaset me kreun e nismës. Duke vazhduar bisedën, profesori përqendrohet tek deklaratat e Haradinajt. Ai thotë se Haradinaj nuk dëshiron të përplaset me Limajn, mirë po që nuk e ka harruar tradhtinë e tij. Gjithashtu profesori pret që Limaj në fund të ditës të jetë pro formimit të institucioneve të Kosovës dhe të mos bëjë lëvizje të gabuara. Nejse, tani të kthehemi tek deklarata e zotit Haradinaj në adresë të zotit Limaj. Ramushi duket se i është mirënjohës Fatmirit për mbështetjen që ky i ka dhënë atij për të bërë kryeministër i Kosovës para disa vitesh. Me sa shoh, kreu i AK-s nuk dëshiron të përplaset me kreun e nismës. Arsyen e dinë vetëm ata të dy, por nuk besoi se zoti Haradinaj është kaq tolerant në kushte normale. Tradhtia e Limajt
do të duhej të kishte tromditur atë dhe akuzat priteshin të ishin të rrepta dhe agresive, por nuk ka ndodhur kjo. Kjo do të thotë se ose Fatmiri ka marrë diku peng Ramushin, ose kanë bërë një plan të përbashkët ata të dy, plan i cili do të zbulohet në një kohë të shkurtër. Por, pavarësisht të gjitha këtyre që tham, me rëndësi është formimi i institucioneve të Kosovës. Unë pres që Fatmir Limaj të dalë jashtë loje, sepse bëri lëvizje shumë të gabuara, herë kundër Haradinajt e herë kundër Kurtit, mosak kundër zgjedhjes Albulena Xhiut si kryetare e Kuvendit të Kosovës. Kam një parandjenjë se me ndërhyrjen e CDU-së gjermane Abdi